Erdhi rasti, thonë ishte një vajzë 15-16 vjeç. Në gjendje komit. E vendosëm shkretën atje, dhe unë e maj mend që ka në orën 12 shtrien krevatin tim, e deri në orën 1 natës, unë kam bu një karrige në buzë saj dhe unë kam në aty. Ishte nëna vetë dhe 2 djemë vllezërit të ri dhe ato. Jam ullër atje dhe shikoshe, menagjoshe, bashkë porosi, mjak analize, bëj këtë, bëj atë, e shikoshe që po mikte. Me ben grua jo e ama edhe më kap në mrapa. Më fut durë të më dhe, qo, doktor, lëvistë. Piti që ka dhe. Unë i pashtët, vajza nuk është e jona, ajo po fletë. Kjo ishte muslimane, miku jem. Ajo në atë moment aty po do të një ndim që mas asaj, dhe thot vajza po komunikon, nuk është e jona. Ajo po shkon me Zotin, e kërkon ai. Një bornesh tillë unë nuk, dhe kur e them unë emocional. Tha s'ke që bën madh, ti ja bëre çka kishe të bërë. Erdhen 2 vëllai i kapi, tha, motra juar, tha, po shkon botën tjetër. Dhe unë nuk harroj atë emocion që më ka dhënë sjellja e asaj nëne të shkret, aty në djemve të mirë, dhe unë thash, unë nuk di se çfarë ndodhi, çfarë ishte, çka kishte.